Një tubim solidariteti për grevistin e Uris Pano Ruçi, babain e 22 vjeçarit Denis, i cili mbeti vrar në aksidentin e kurudhor në Tempi, u zhvillua ditën e dieshme. Në sintagma të Greqisë, qindra mijëra njerëz morën pjesë në tubimin që ishte paralajmëruar në orën 18:30 të së dielës. Babai i Denisit vazhdon grevën e Uris për të 14 ditën të radhësi, duke kërkuar drejtësi për jetën e humbur të djalit të tij. Tubime gjithashtu u zhvilluan edhe në qytetet të tjera të Greqisë si në Selanik, Patra, Larisa, Heraklion dhe Rethimo. Gjatë tubimeve në Sintagma dhe në 46 qytetet të tjera të gjithë Greqinë, protestuesit i kërkuan autoriteteve gjyqësore që të miratojnë kërkesën e Pano Ruçit për të zhvarrosur trupin e djalit të tij, i cili humbi jetën në Tempi dhe tashmë kërkon analiza toksikologjike të reja. Deri më sot nuk e di nga çfarë vdiq fëmia im. Nuk jam në grevurie vetëm për djalin tim, por për çdo fëmijë që humbi jetën, për çdo nën dhe çdo baba, tha ndër të tjera Pano Ruçi në fjalën e tij para protestuesve. Pano Ruçi vazhdon grevën e Uris edhe pas vendimit të prokurorisë së shkallës së parë të Larisës për të miratuar kërkesën e tij për leje për zhvarrosjen e të birit, vetëm për qëllime identifikimi me ADN e trupit të tij. Unë vazhdoj luftën time, nuk do të ndalem, siç e kam thënë që nga momenti i parë, dita e parë deri në fund, sepse këta engjëj të vegjël atje lart duan drejtësi dhe unë nuk do ta lë kështu, derisa gjithçka të bëhet siç duhet, tha ai. Gjendja e tij shëndetësore është kritike. Ekipi mjekësor që po monitoron Pano Ruçin lëshoi një deklaratë në lidhje me gjendjen e tij shëndetësore. Në njoftim përmenden mjekët Olga Kozmopolu, patologe specialiste e sëmundjeve infektive, Maria Karambeli, patologe intensive dhe Dimitri Ziaz, patologe, të cilët theksojnë se koha po mbaron dhe u bëjnë thirrje autoriteteve kompetente të mos e lënë babain e njerit prej të ndjerëve nga Tempi të pësojë dëmet e pakthyeshme.